Ka thonë Rasulullah alayhi salam, do të thirret në njeri ditën e gjykimit në prezencë njerëzve krejt. E shkon ky njeri. E kur shkon, i paraqitën 99 libra të mëdha, se cila libër sa she syni i njerit e madhe, me veprat e tina që i ka ba, edhe të moshta komplet me harame. E ka me thonë atina, a i pranon këto vepra? Ka me thonë po. Ka me thonë Allahu Azza atë kanë ba pa drejtësi shkruarësit e mi? Ka me thonë jo. Ka me thonë, a ki arsyetim po këto vepra që i ke ba, krejt moshta harame? Ka me thonë jo. E ky veç ka me fillu me hub shpresën që përfundoj ma. E ka me thonë Allahu Azza sot kërkoj nuk do t'i bëhet pa drejtësi, edhe i sillet një fletushk e vogël. E kur është ka që i rritet shpresa shumë, fletushk në krahasim me 99 libra, edhe në qoftë se ka krejt hajrën ta. E vacër, e ka me thonë Allahu Azza sot kërkojnë nuk i bëhet pa drejtësi, e qesin në kanar, kur e qesin i qanë pezëll 99 librat moshta me harame. Edhe që ka pas shkrume në ta musliman, ka pas shkrume La ilaha illallah, ka thonë robi, la ilaha illallah, edhe kanë shkru me laike. E kur e kanë qit, i ka qu pezën 99 libra. Ka thonë Rasulullah alayhi salam, nuk ka diçka që vjen në kanar maran në veprat mira, në kanarën e veprat mira maran se sa emri Allahut Azza Jall. Elusëm Allahun Azza Jall më na bo për aty që thojmë shpesh, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar.